Jeni fokusuar më shumë te shekulli i 19, a ka përmbajtjet më të mëdha historia shqiptare në këtë shekull, veçse ndryshimit që neve të gjithë e dimë, pavarësia se si erdhi? Sigurisht që sidomos gjysma e dytë e shekullit 19 është periudha e nacionalizmit, e lëvizjes kombëtare që themi ne dhe një etapë kur shqiptarët fillojnë të dalin gjithnjë më shumë në skenën e historisë së Ballkanit, por edhe të perandorisë osmane. Pra është periudha më dinamike deri te pavarësia. Ne në literaturë e quajmë rilindja kombëtare shqiptare. Është një etapë shumë interesante ku ne jemi ata që bëm shtetin me fjalë. Pra para se të bënim shtetin ka një parahistori me fjalë. Kjo periudha 50-60 vjeçare para pavarësisë, e cila ka një intensitet dhe dinamik pa parë jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë shtetet e Ballkanit. Ka shumë interesante ku lidhem me këtë periudhë për ato vite që thonë dhe e lidhem me figurën e Ismail Qemalit, Ismail Bej Vlorës, siç njihet ndryshe. Ishte iniciativa e tij për të sjellë pavarësinë apo ishin pjekur edhe kushtet për të ardhur pavarësia në vendin tonë? Atëherë, sigurisht që elita politike dhe patriotike shqiptare, e cila në këtë periudhë vepronte në kuadër të perandorisë osmane, duke nisur nga viti 1878, pra nga Kongresi i Berlinit dhe mbrapa, bëhet gjithnjë më shumë koshciente që perandoria osmane kishte marrë fund, pra si një shtet, pra nuk kishte perspektivë. Dhe këta fillojnë të organizohen edhe politikisht, edhe në aspektin kulturor, fushën e arsimit e tjerë. Dhe Ismail Qemali për këtë kësaj plejade ose gjenerate, pra të periudhës lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe më pas, i cili duke qenë pjesë e perandorisë, ashtu si shumë shqiptar, intelektual shqiptar të atyre viteve, e panë që kjo perandori nuk kishte më perspektivë dhe ne duhet të përgatiteshim të merrnim masa që momentin që kjo të binte, shqiptarët i gjenden të përgatitur. Dhe duke nisur para që nga fundi i shekullit 19 edhe në fillim shekullit 20, Ismail Qemali dhe figura të tjera të kësaj periudhe përpiqen që në kuadër gjithmonë perandorisë osmane të parashtrojnë sultanit disa memorandume, kërkesa të tjera për autonominë dhe më shumë liri dhe të drejta për kombësinë shqiptare në kuadër të perandorisë osmane. Ismail Qemali ka mbajtur disa detyra shumë të rëndësishme në atë periudhë, si këshilltar nën punës i ministrisë jashtme, pastaj ka qenë vali në disa vilayete shumë të rëndësishme të perandorisë, ku aty është ka rënë sy me fjalë për kontributin dhe talentin politik që ky kishte për administruar ato njësi administrative, mirëpo për shkak të pikpamëve të ndryshme që kishte me Sultan Abdulhamidin e dytë, po edhe leadershipin e perandorisë në atë periudhë, ky shihet gjithnjë më shumë me një sy kritik pra nga këto drejtuesit e perandorisë, sepse Ismail Qemali bënte pjesë të ai grupim politik brenda perandorisë që ishte për decentralizimin e saj, ndërsa sultani dhe një pjesë drejtuese ishte për ta centralizuar gjithnjë më shumë. Dhe për shkak të këtyre pikpamëve që ky kishte, edhe për probleme të tjera që kishte perandoria osmane, fillon të anatemohet gjithnjë më shumë nga drejtuesit. Ismail Qemali është një politikan i atyre viteve që ishte konsideruar si filo britanik më tepër, sepse elita perandorisë ndajnë disa rryma, të cilat kishin simpati për shtete ndryshme të Europës, si modele të ndërtimit, po edhe si tarafe politike. Ky ishte filo britanik dhe përpiqet që këto pikpamjet e veta ose nismat që kishte të gjenden mbështetje tek Britania e Madhe apo te fuqitë tjera të kohës. Sigurisht që këto idetë Ismail Qemalit dhe të elitës politike shqiptare vijnë duke evoluar. Pra, nëse këta fillim ishin autonomist, pra kërkon një lloj autonomie të Shqipërisë ose të vilajeteve shqiptare brenda perandorisë osmane. Mirë, po duke pa precipitimin e ngjarjeve, sidomos në vitin 1912, Ismail Qemali dhe këta kalojnë nga kërkesa për autonomi të shtetit shqiptar në kërkesën për krijimin e një shteti të pavarur. Ai sigurisht ka pas një mbështetje politike jo vetëm nga bashkëkombësit e vet, por ka pas pra krijimi i shtetit shqiptar është edhe një projekt i fuqive të mëdha. Këtë ne duhet ta pranojmë, sepse tashmë është konfirmuar nga burime të ndryshme arkivore. Këtu kemi parasysh Austro-Hungarinë dhe Italinë, të cilat kanë dhënë një kontribut sigurisht për interesat e tyre, por të konsiderueshëm për krijimin e shtetit shqiptar. Unë mendoj që krijimi i Shqipërisë është një projekt austro-hungarisë edhe italian për të bërë barrierë ekspansioni slav në Ballkan,
Por nga ana tjetër edhe britanikët në këtë moment kishin interes që Rusisë t'i vije një lloj barriere pra dhe influencës së saj tek shtetet ballkanike. Kështu që projekti është projekt austro-italian, ndërsa inxhinieri që është Ismail Qemali, pra inxhinieri zbatues, është një figurë politike që i përket, është filo-britanik, pra një person i cili i përket krahut britanik. Pra janë përput gjithë këto interesat gjeopolitike të fuqive më të mëdha të kohës për mbështet projektin e krijimit të shtetit shqiptar. Po pse nuk zgjati shumë edhe qeverisja e tij? A janë këto personazhe që neve pas më shumë se 100 vitesh i shohim sot si heronj dhe atëherë nga populli kanë pasur pak kënaqësi për mënyrën se si ato administronin? Atëherë, qeveria e Ismail Qemalit ka zgjatë 1 vit e gjysafërsisht, shumë pak, kjo për disa rrethana politike të kohës. Në atë periudhë do të kemi parasysh që fuqitë e mëdha kishin kontradikta lidhur me perspektivën e shtetit shqiptar. Pra, për mënyrën se do ndërtohej shteti, kush do të drejtonte e tjerë. Dhe qeveria e Ismail Qemalit në atë periudhë nuk u njoh si një qeveri kombëtare nga fuqitë e mëdha. U njoh si një faktor lokal. Mirë, po faktor lokal në këtë periudhë ishte Detçoku në Lezhë, ishte Prang Pikdoda në Birdit, ishte Satpash Toptani në Durrës, pra kishte disa faktorë lokal të cilët fuqitë e mëdha i barazuan me qeverinë e Vlorës. Ismail Qemali pastaj në këtë periudhë ka edhe mangësi për sa i përket drejtimit qeverisë Vlorës, pra ka mangësi si drejtues, si kryeministër, të cilët janë vënë pa nga bashkëkohësit e Ismail Qemali, po edhe nga studiuesit më vonë, por nga ana tjetër ishte çështje alternativash. Në atë periudhë, për sa i përket pikpamjeve të ndryshme që elita jon politike kishte me njëri tjetrin, ishin këto tre kryesorët. Çështja e kryeqytetit. Pra, një grupim politik në atë periudhë, duke nisur me klerin katolik ose me muslimanët e Shkodrës, po edhe me Satpash Toptanin dhe disa figura të tjera politike, mendonin që kryeqyteti i Shqipërisë të ishte për shembull Shkodra ose Durrësi ose Elbasani. Ismail Qemali mendonte që ishte Vlora. Në këtë periudhë kemi një projekt për krijimin e Bankës Kombëtare Shqiptare. Ismail Qemali në presionin e Austro-Hungarisë, Italisë dhe edhe Britanisë dhe Francës kërkonte që këtë koncesion, pra Bankë Kombëtare, t'ia jepte kapitalit huaj. Madje ka një batutë kur shkon në Itali takon ministrin e jashtëm, Soninon, ai bën presion që pse nuk po dekreton çështën e krijimit Bankës Kombëtare me kapital austro-italian. Ky thotë ne lindorët kemi parë thotë një burr të martuar me 3-4 gra, por nuk kemi parë një grua të martuar me 2-3 burra, pra për Bankën Kombëtare. Gjithsesi ky dekreton krijimin e Bankës Kombëtare me kapital austro-italian, britanikët dhe francezët i lë jashtë koncesioni dhe edhe këtu pat kritika, sepse sipas politikanëve shqiptar të kohës, dhënia me koncesion e një burimi aseti kombëtar ishte prerogativ ose e drejtë vetëm me parlamentit. Mirë, po në këtë periudhë nuk kishte parlament.